Këshilli i Ministrave ka miratuar zyrtarisht përbërjen dhe rregullat e funksionimit të Komitetit Kombëtar të Sigurisë së Aviacionit Civil, një strukturë ndërinstitucionale me rol kyç në mbrojtjen e aviacionit civil nga aktet të ndërhyrjes të paligjshme. Komiteti do të kryesohet nga drejtori ekzekutiv i Autoritetit të Aviacionit Civil dhe do të ketë si zëvendës kryetar drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit. Antarët të tij do të jenë përfaqësues të strukturave të sigurisë, mbrojtjes, inteligjencës, doganave, emergjencave civile, si dhe drejtues të institucioneve të lidhura ngushtë me aviacionin dhe sigurinë kibernetike. Ndër detyrat kryesore të komitetit janë koordinimi i aktiviteteve të sigurisë ndërmjet institucioneve shtetërore dhe subjekteve ajrore, si dhe mbikëqyrja e zbatimit të programit kombëtar të sigurisë së aviacionit civil. Komiteti do të mblidhet të paktën 2 herë në vit dhe ka të drejtë të krijojë grupe pune apo komisione teknike për të vlerësuar qëndrueshmërinë e masave të sigurisë. Në mbledhjen e tij, komiteti mund të ftojë dhe përfaqësues të subjekteve private apo ndërkombëtare që veprojnë në fushën e aviacionit civil, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërsektorial dhe ndërkombëtar në fushën e sigurisë ajrore.